Ushtria e Tajvanit ka zhvilluar një stërvitje ushtarake të gjerë bregdetare, ku është simuluar një skenar i mundshëm pushtimi nga forcat kineze. Gjatë ushtrimeve, trupat tajvaneze përdorën raketa dhe artilleri për të ndaluar një sulm të simuluar amfib, një operacion që u zhvillua përgjatë vijës bregdetare në zonën e Taichung. Sipas ushtrisë, ky ushtrim është më realist se ato të mëparshmet, pasi trupat nuk u vendosën në pozicione të paracaktuara, por u shpërndan sipas urdhrave në kohë reale, duke simuluar kushte luftarake të vërteta. Një komandant artillerie tajvaneze tha se trajnimi këtë herë ishte më i vështirë, pasi koha për vendosjen e forcave ishte e kufizuar dhe ngjashme me një situatë reale konflikti. Stërvitja u zhvillua në disa pika njëkohësisht, përgjatë një segmenti rreth 20 kilometrash të bregdetit qendror të ishullit. Zona perëndimore e Tajvanit konsiderohet si pika më e mundshme e një zbarkimi të mundshëm, pasi ndodhet përballë drejt për drejt me territorin e Kinës përtej ngushticës së Tajvanit. Në vitet e fundit, ushtria tajvanese ka nisur modernizimin e forcave të saj, duke shtuar armë më të lëvizshme dhe duke rritur fleksibilitetin e stërvitjeve për të përgatitur për skenar real luftarak. Një nga sistemet e përdorura në këtë ushtrim ishte edhe rakethedhësi Thunderbolt 2000, i cili nuk ishte përdorur në operacione të tilla për gati 7 vite. Nga ana tjetër, Kina vazhdon të konsiderojë Tajvanin pjesë e territorit të saj dhe nuk ka përjashtuar përdorimin e forcës për bashkimin e ishullit me Pekinin. Tajvani, megjithatë, thekson se ardhmja e tij duhet të vendoset vetëm nga populli i ishullit, ndërsa tensionet në rajon mbeten të larta me praninë e vazhdueshme ushtarake kineze pranë kufive detar.